Personi që më ka mbështet mas shumë të njëtë është konë nana jam. Flet për nanën emocionohesh, më duket, a? Po. Ha? E don shumë, domethënë. E du shumë, e kom shumë pick dopt. Kom pas shumë sfida në jetë edhe i kom kalu patjetër me pozitivitet që nuk nal na kurr. Edhe kom e vazhdu prap mos me u nal. Atëherë, kur thu sfida sporti apo sfida të jetës të vështira? Sfida sporti, sfida të vështira, edhe tash që e kom kalu një sfidë, për shembull, përmes Kosovës edhe Gjermanisë është kanë shumë problem për mu për një vajzë të re. Edhe për me dalë në gërbet për një vajzë të re, pa kur gjoheq, pa ndihmën e kërkujt vetëm të familjes. Kjo kanë probleme më i madhe për mu, po patjetër që vazhdoj me kalu. Okej, tani ti ke ardhur për një jetë më të mirë në Gjermani, apo? Po, patjetër që po. A mendon që është më mirë jeta në Gjermani se sa në Kosovë? Mendoj që është jeta më e mirë shkaku i sigurimeve shëndetësore edhe shkaku i ndryshëm i jetës për mendimin tim. Po jeta më e mirë nuk është këto. Se jeta më e mirë është në Kosovë, se për shembull krejt senet i kena ofër, e ki familjen tënde, krejt mirat janë atje. A të bën diçka më të lumtur se sa familja, për shembull pasuria apo gjë të tjera? Jo, vetëm familja është prioriteti jam i parë. Kush është personi që të ka mbështetur më shumë në jetën tënde për t'i kaluar këto sfida që po thua? Personi që më ka mbështet mas shumë të njëtë është konë nana jam. Nana jote, si gjithmonë nanat. Absolutisht. Edhe për nanën duhet rokitje, patjetër. Tash, plani është njëherë me najtë për gjithmonë në Gjermani, apo e ki nërman më këthy dikur? Po mendoj që mundë me najtë në Gjermani për gjithmonë, më falni pak se u emocionova. S'ka problem, heq. Mendoj që muj me najtë në Gjermani, po duhet me këqyrë që ka me bo, çfarë rrugë dalje me zgjidh dhe me vazhdu për para jetën. Kur flet për nanën emocionohesh, më duket, a? Po, Ha? E don shumë, domethënë. e du shumë, e kam shumë pick dopt. Okej, interesant. E përshëndesim. E përshëndesim, si e ka emrin nona? Dimitria. Dimitrie. Po. Dimitrie, të përshëndesim nga Polship Show. A i ke ngja nonës me këtë karakter të fortë që i ke përballu I sfida? kom gjo edhe nonës edhe babit. Edhe Të babit. të janë luftarak. Të dy janë Ka luftarak. t'jep Po, forcë patjetër. mu përballu me kësi vështirësi? Mjep forcë me pas sfida çdo ditë treja në jetë, edhe nuk nal na kurr, edhe veç i kaloj. Qa Edhe është? Po, më Edhe fal. i thom vetës që duhet me vazhdu për para, edhe duhet me ecë për para, se s'bën me u stopu. Okej. Ku është shef Renatën pas 10 viteve? Me qenë se i e kështu, se më njëm të po aty unë, që po flet ti kemi na bo milionera dhe një tjirëve, se je veç vetëm. Po na thëshe krize në ti qikë. Pa tjetër që shoh vetën shumë nalt, po nuk kom qef me dhonë shpresa, asnjëherë, po me mundësit e mia kom qef me e pa vetën shumë për para, edhe tu arrit skena edhe më të mëdhaja botërore.